been experiencing. Shefja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen akuzoi Rusinë se po përpiqet të destabilizojë Europën, ku shtetet baltike po vjen në provë gjithë Europa, deklaroi ajo të martën. Presidenti e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen e pranoi për herë të parë se shtetet baltike kanë përjetuar ato që shumë besonin si përkiste një epoke tjetër. Schools closing. Alarme për sulma ajrore, familje që strehohen, mbyllje shkollash, ndërprerje transporti. Ky është realiteti në kufirin lindor të Europës në vitin 2026. Sot është këtu, nesër do të jetë diku tjetër përgjatë kufirit lindor. Ajo paralajmëroi se kjo është një strategji e qëllimshme nga Rusia që përpiqet të destabilizojë shoqëritë tona demokratike. Von der Leyen shtoi se BE-ja duhet ta ketë të qartë se çfarë do të thotë kjo dhe se këto nuk janë incidente të izoluara, por një strategji e mirë menduar nga Rusia. Europa qëndron në solidaritet dhe unitet të plot me Estonin, Letonin dhe Lituanin, sepse kur shtetet baltike po vihen në provë dhe po vihet në provë Europa në tërësi. Ajo thosë se BE po investon më shumë në gatishmëri dhe projekte të nevojshme mbrojtëse, ndërsa NATO po përgatitet të forcojë krahun lindor të aleancës duke shtuar trupa.